profesor, një fitor e saktë, sa të na krye, sa e prisni. Sigurisht jemi të kënaqur. Unë jam kënaqur më shumë për çunat se ata janë pasqyra jonë e trajnerëve. Ata janë që na nderojnë, edhe kur humbasin, edhe kur fitojnë, prap kanë merita se zbatojnë detyrat. Futbolli kështu është, sot kishim një ndeshje të mirë në pjesën e parë, pjesën e dytë Dinamo freskoi ekipin, ata janë më shumë në ritëm se ne, edhe munduam të mbanim ato ekuilibrat, duke i dhënë pak më shumë fush Dinamos, edhe kjo funksionoi më së miri. Mund ta mbyllim ndeshjen edhe pjesën e parë me 2 raste, mund ta mbyllim edhe pjesën e dytë me 2 raste të tjera, siç kishte Dinamo një rast, që mund të embarazonte, por sigurisht jam shumë i kënaqur për fillimin e kampionatit dhe duhet të vazhdojmë kështu, të jemi me këmbën në tokë, se e gjithë kjo që vjen te ekipi Vorës është me puna që mbrin futbollistët edhe nga profesionalizmi që kanë. Por këtë jam i kënaqur se ç'kemi bërë edhe në fazën e gatuar, edhe në kohën që kishim të përgatiteshim për Dinamon, i kanë bërë të përpikt ato detyrat taktike. Duke patur parasysh që është një fitore përballë një prej ekipeve më të mira të momentit në Shqipëri që po bën histori dhe Kupat e Evropës. Unë tani ja thash si me shaka dhe profesor Ilirit që porinim aty, po të thash Dinamo nuk është e thjeshtë. Ne u përpoqim shumë, dha më shumë nga vetja, e thash janë më ekip në formë sportive në këto momente, pasi kanë shumë ndeshje, edhe kanë një kualitet si ekip, nuk e them unë, por të tregoj rezultatet që ka dhënë Kupat e Evropës, se atë Dinamo dhe Gnatja besoj është pasqyra e futbollit shqiptar në Kupat e Evropës, edhe nga shpirti uroj që të dyve ekipeve, edhe Gnatjes edhe Dinamos, që të shkojnë në turin tjetër të kualifikohen duke çuar akoma më lart futbollin shqiptar. Duke qenë se jemi në fillimin e këtij kampionati, cili është objektivi që ka Vora si objektivi Vorës, ne kemi 3 vjet aty që punojmë me një program dhe një projekt që po ecëm, dim gjithmonë në rritje, dim ç'duam, dim futbollistët që zgjedhim dhe besoj se do jemi më mirë nga viti kaluar si në renditje, po edhe nga paraqitjet e fushën e lojës. Faleminderit.